Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Zyrtarët e Universitetit të Prizrenit Ukshin Hoti arrestohen për fajde. Interesimi në ZNZ për regjistrim në shkollat e mesme i kënaqshëm. Ramush Haradinaj së shpejti në shtëpi. Sot në Prizren janë arrestuar 2 profesorë të Universitetit Ukshin Hoti. Prokuroria dhe policia japin detaje për arrestimin e profesorëve të UPZ-s Ukshin Hoti, të cilët janë arrestuar në ndyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fajde. Në një konferencë të përbashkët përshtyp nga kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha dhe zyrtar të drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, janë dhënë disa detaje që kanë rezultuar me arrestimin e 2 profesorëve të UPZ-s, Ukshin Hoti dhe një qytetari. Sipas kryeprokurorit Hoxha, profesori universitar me inicialet BZ është hetuar për muaj të tërë dhe se ai dyshohet për shpërdorim të detyrës zyrtare, ndërsa profesori tjetër i arrestuar BA dhe qytetari ES janë arrestuar në ndyshimin për fajde. Pra kemi të bëjmë me 2 raste të ndara, ku në njërin rast për shpërdorim të detyrës është arrestuar BZ, ndërsa për fajde janë arrestuar profesori BA dhe qytetari ES, të cilët veprimtarinë e tyre të paligjshme e kanë zhvilluar jashtë institucionit më të lartë arsimor në Prizren. Ju njoftojmë se pas një pune themit gjatë disa muajshme kemi ardhur deri te një përfundimi që kemi ndalu personin BZ me iniciale profesor Universitetit Publik Ukshin Hoti në Prizren. Pas hetimeve ka rezultuar se në veprimet e tij ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 422 të Kodit Penal të Kosovës. Po ashtu është ndaluar edhe personi BA, po ashtu profesori i Universitetit Publik Ukshin Hoti në Prizren, cili edhe ky pas hetimeve bëra në bashkëpunim me njësitin e krimeve ekonomike dhe korrupsion, ka rezultuar se tek ky dyshuar ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprën penale të fajdes nga neni 343 të Kodit Penal të Kosovës. Po ashtu është ndaluar edhe personi nga Prizreni, qytetari i Prizrenit ES, i cili po ashtu nga hetimet cilat janë bërë në bashkëpunim me njësitin e krimeve ekonomike, ka rezultuar se edhe të ky ekziston një dyshim i bazuar se ka kryer veprën penale të fajdes nga neni 343 të Kodit Penal të Kosovës. Hetimet janë duke u zhvilluar. Pas ndalimit ne do të shkojmë edhe me kërkesën për caktimin e paraburgimit në gjykat dhe konsiderojmë se ekzistojnë provat që të njëjtëve të caktohet paraburgimi në afatin për 30 ditësh në afatin e parapaligjor, duke qenë bindur se me caktimin e paraburgimit nuk do të kemi pengesa në zhvillimin e procedurës së mëteme penale ndaj këtyre të dyshuarve. Ndërkaq, Togeri Fadil Krasniqi, shef kundër krimeve ekonomike në DRP, tha se të dyshuarit janë arrestuar dhe janë përcjellur për gati 6 muaj dhe shtoi ai kemi arritur që të sigurojmë prova të shumta, të cilat dëshmojnë për dyshimet e bazuara nga organet të drejtësisë. Ato që ka i përmendë edhe prokurori, do thotë na kem kry, me thona afërsisht ndoshta 6 muaj, kem zbatuar këto masa të fshehta dhe besojmë se kem prova të besueshme, të bazuara që personat e përmendur kanë kryer këtë vepër penale. Në fund, kryeprokurori Hoxha tha se prokuroria do të kërkojë që të arrestuarve të ju shqiptohet masa paraburgimit prej 30 ditëve, ndërsa apeloi tek qytetarët që të bashkëpunojnë në prokurorinë dhe organet tjera për të lajmëruar raste që kanë të bëjnë me veprimtari të ndryshme jo ligjore nga individ apo grupacione të ndryshme. Po ashtu, policia raporton se dje në Prizren ka ndodhur një grabitje si dhe në Suarek, përsëri janë arrestuar 2 persona për transportim ilegal të druve.
Rreth orës 22:15 minuta një iri ka raportuar rastin në polici për shkak se i njëjti përderisa kishte qenë në një lokal në sheshin Shatërvan ishte thirrur nga i dyshuari në D, kinse për të biseduar me të dhe pasi kishte futur në një qorë soka kishte nxjerrë një thik në të cilin i kishte kanosur viktimen me qëllim që t'i grabis telefonin iPhone 6 me vlerë 750 euro. Pas raportimit të rastit, policia e Prizrenit e ka identifikuar të dyshuarin të cilën kanë kërkuar në shtëpinë e tij. I dyshuari më të parë policin kishte ikur në drejtim të panjohur, ndërsa prindërit e të dyshuarit kanë qenë bashkëpunues me policin dhe kanë arritur që telefonin e grabitur ta kthejnë në stacion, i cili është dorëzuar viktimës. Është informuar prokurori i shtetit, i cili ka sugjeruar që rasti të procedohet me procedurë të rregullt. Ndërsa në vazhdimsi të implementimit të planit operativ, i cili ka të bëjë me parandalimin e prerjeve dhe transportit ilegal të druve, policia Suarekës ka arrestuar 2 qytetarë me mbiemër Qari në dyshimin e bazuar së të njëjtit me 2 kamion po transportonin rreth 10 metra kub dru pa dokumente përcjellse. Kamionet me ngarkesën janë sekuestruar të cilësitë të provës materiale, ndërsa të dyshuarit janë ndaluar në masën e arrestit policor. Duhet të theksohet se gjatë kësaj jave për vjedhje të pyllit në komunën e Suarekës janë arrestuar 9 të dyshuar dhe janë sekuestruar 9 automjete. Që nga dita e djeshme edhe në shkollat e mesme në Prizren kanë filluar regjistrimet të nxënësve. Ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasat e 10 të shkollave të mesme. Pas daljes së rezultateve të testit kombëtar, nxënësit të cilët kanë përfunduar klasën e 9 janë mësuar në shkollave të mesme. Si zakonisht, gjimnazi Gjon Buzuku është me i kërkuari, por edhe në shkollat tjera interesimi i nxënësve nuk është i vogël. Ekipi i televizionit Opinion ishte për vizitë në shkollën mesme ekonomike juridike Ymer Prizreni si shkollë profesionale, ku sipas kryetarit të komisionit për regjistrimin e nxënësve, zotrit Sabit Hajdari, interesimi i nxënësve si duket ishte i kënaqshëm. Po, dje kemi filluar me regjistrimin e nxënësve për klasat e 10-ta. Sipas konkursit që e ka shpallur drejtoria e arsimit. Numri i nxënësve që kanë konkuruar deri tash është i kënaqshëm. Në profilin ekonomi rreth 120 nxënës kanë konkuruar, ndërsa në profilin juridik rreth mbi 70 nxënës, domethënë, edhe momentalisht po vazhdon regjistrimi i nxënësve të ri. Edhe 2 profile tjera, hoteleri dhe teknologji ushqimore, megjithëse kemi domethënë numrin e nxënësve që do t'i pranojmë janë nga një klasë, nga 24 nxënës, kështu që është edhe interesimi pak më i vogël, megjithëse kanë pa konkursin edhe e kanë vërejtë që janë vetëm 2 klasë që do të pranohen. Për pranimin e nxënësve në shkollë të mesme janë përcaktuar 3 kritere. Kemi 3 kritere, domethënë kriteri i parë është notat në lëndë prioritare. Kriteri i dytë është suksesi i përgjithshëm sipas të gjitha klasave, domethënë 6, 7, 8, 9. Pastaj kemi edhe kriterin bazë të pikëve në testin e arrishmërisë që kanë treguar. Edhe në bazë të tyre kalkulohet numri i pikëve total për secilin nxënës dhe në bazë të pikëve rangohen listat. Nuk kemi domethënë prag të pranimit, na do t'i pranojmë të gjithë ata që i plotësojnë këto kritere, domethënë në bazë të numrit të pikëve edhe bëhet rangimi nëpër lista. Aplikacionin për regjistrim mund ta dorëzojë edhe prindi apo ndonjë i afërt i nxënësit. Për ata të cilët ende nuk kanë aplikuar, kanë afat deri të hënën. Pra, dita e hënë është dita e fundit për aplikim, ndërsa të martën do dalin rezultatet për nxënësit e pranuar në këtë shkollë. Pritet të hapet një fabrik për përpunimin e gomave në Malishev nga kompania Hyden Lysis Kosova. Kryetari i komunës së Malishevës, Ragi Begaj, dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë Hyden Lysis Kosova kanë nënshkruar kontratën për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës me qëllim të investimit në fushën e prodhimtarisë, e që sipas operatorit fitues do të bëjë përpunimin e gomave. Dhënia në shfrytëzim e pronës komunale me qëllim të investimit në prodhimtari paraprakisht është miratuar nga Kuvandi i komunës së Malishevës dhe i ka kaluar të gjitha procedurat e parapara për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale. Bazuar në kontratën e nënshkruar, Hyden Lysis Kosova obligohet që brenda fatit prej 24 muajve të përfundojë investimet dhe përgatitjet për fillimin e punës.
Kjo kompani fituese e konkursit për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale me qëllim të investimit pritet që të punësoj 50 persona dhe do të bëjë përpunimin e gomave të vjetëruara, përgatësisht ngrirjen e gomave, me çka pritet të hapen vende të reja pune dhe të bëhet pastrimi i ambientit me largimin e gomave. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se sot zyrtarisht janë kryer të gjitha procedurat të ndërlidhura me ndalesën e tij në Sloveni. Qeveria e Republikës së Kosovës mirëpret lirimin e Haradinaj. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se sot zyrtarisht janë kryer të gjitha procedurat e ndërlidhura me ndalesën e tij në Sloveni. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj u drejtohet qytetarëve të Kosovës. Të nderuar qytetarë të Kosovës, sot zyrtarisht janë kryer të gjitha procedurat e ndërlidhura me ndalesën time në Sloveni. Në Kosovë pres të arrit dikur vonë sonte posa të qartësohet orari i fluturimit. Mbetëm i vendosur dhe i angazhuar në vazhdimin e detyrave dhe obligimeve që na presin. Shpreh falënderim për të gjithë ata që kanë bashkëndjer me këtë situatë të pakëndshme, shkruan Ramush Haradinaj. Lidhur me këtë, Qeveria e Republikës së Kosovës mirëpret vendimin e autoriteteve slovene për t'i dhënë fund procedurave për ndalimin e ish-kryeministrit të Kosovës dhe deputetit të Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj. Në një njoftim të qeverisë thuhet se Qeveria e Kosovës thekson se ndalimi i Haradinajt ka qenë i paarsyeshëm dhe duke u bazuar në fletarrestin e padrejtë të Serbisë, sidomos kur kemi parasysh se Haradinaj pafajësinë e tij e ka dëshmuar në instancat më të larta të drejtësisë ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës, duke vlerësuar mirëkuptimin e autoriteteve më të larta slovene për kërkesën e autoriteteve qeveritare të Kosovës për kthimin e Haradinajt në Kosovë, rithekson kërkesën që Slovenia të ndërmarrë të gjitha veprimet për të evituar përsëritjen e situatave të tilla në të ardhmen. Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh përkushtimin e saj për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me Qeverinë e Republikës së Slovenisë në proceset e integrimit evropian dhe thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve miqësore ndërmjet dy vendeve, thuhet në njoftim. Kryeministri serb Aleksandar Vučić beson se arrestimi i ish-kryeministrit kosovar Ramush Haradinaj nga Slovenia në bazë të një urdhër arresti të vjetër të Serbisë është bërë për të shkaktuar probleme për qeverinë serbe gjatë bisedimeve të saj me Kosovën të ndërmjetësuara nga BE-ja, njofton agenda e DTN-t. Disa gjëra të çuditshme po ndodhin, ka thënë Vučić për mediat lokale duke komentuar arrestimin e Haradinajt në Sloveni të mërkurën. Vučić pyeti pse Haradinaj u arrestua pikërisht tani dhe jo më parë, kur ai kishte përdorur aeroportin e Ljubljanës 10 herë pavarësisht urdhër arrestit nga Beogradi. Kryeministri tha për Radio B92 se ish komandanti i UÇK-s udhëtoi për të 50 herë duke përdorur të njëjtën pasaportë diplomatike në vendet e Bashkimit Evropian dhe tani u arrestua vetëm disa ditë para negociatave Serbi-Kosovë në Bruksel. Vučić tha se në bisedimet e javës së ardhshme me homologun kosovar Isa Mustafa do të ketë presion mbi Serbinë nga Bashkimi Evropian, i bindur se rasti i arrestimit të Haradinajt është një rast i ri në listën nga ana e BE-s kundër qeverisë serbe, transmeton KP. Por ne jemi në gjendje të përballojmë disa ditë dhe më të vështira. Ne do të shkojmë në Bruksel për të arritur një marrëveshje dhe nëse do të arrijmë këtë, ne do të shohim. Duhet vullnet nga të dy palët, ka thënë kryeministri serb. Haradinaj u arrestua të mërkurën në aeroportin e Ljubljanës në kthimin e tij në Kosovë nga Berlini. Pasaporta e tij ishte konfiskuar dhe është në pritje të një vendimi përfundimtar nëse ai duhet të ekstradohet në Serbi apo të lirohet për të kthyer në Kosovë. Qeveria slovene ka premtuar se ish-kryeministri kosovar nuk do t'i dorëzohet autoriteteve të Beogradit, por do të lirohet, shkruan dtt.net.com. Në vitin e kaluar edhe Kosova përmes EULEX-it kishte lëshuar fletarrest ndërkombëtar për krime lufte ndaj deputetit të Kuvendit të Serbisë Momir Stojanović. Burime brenda EULEX-it tregojnë për Kosova Press se qeveria e Kosovës nuk ka pasur jurisdiksion për trajnimin e krimeve të luftës derisa ka hyrë në fuqi ligji numër 04-273 që ndërlidhet me mandatin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Serbia nuk ka lëshuar asnjë fletarrest ndërkombëtar për shtetas të Kosovës prej vitit 2010. Këto raste në të kaluarën janë ndërtuar në bashkëpunim me UNMIK-un dhe EULEX-in.
por prej vitit të kaluar pas delegimit të kompetencave të tyre në prokurorinë e shtetit, rastet përmes Euleksit në Interpol kanë deponuar dhe policia e Kosovës. Njëra prej tyre, për të cilin ka dhe fakte, është deputeti i Kuvendit të Serbisë Momir Stojanović, thot ky burim për Kosova Presin. Në vitin e kaluar përmes Euleksit në Interpol, sipas këtij burimi ishin lëshuar kartel e kuqe për arrestimin e 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë jugoslave për dëbim dhe dhënie urdhëj ekzekutim, duke përfshirë dhe deputetin e partisë së kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Serbi, Momir Stojanović. Kartela e kuqe ishin lëshuar si rezultati i hetimit për atë që kishte ndodhur me 27 dhe 28 prill në fshatrat Mej, Korenic, Oriz dhe fshatrat e tjerë në zonën e Rekës së Keqe. Deputeti Stojanović aktualisht është kreu i Komisionit për Siguri në Parlamentin serb. Qeveria e Kosovës pas aprovimit nga Kabineti Qeveritar ka dërguar në Kuvend për informim të deputetëve projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar dhe projekt ligjin për mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare të personave të dyshuar në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Ministri i Drejtësisë Hajridin Kuqi ka thënë se anëtarët e ekipit teknik kanë kërkuar që me këtë projekt ligj të ruhet imazhi i Kosovës, sovraniteti dhe juridiksioni i Kosovës. Kuqi tha përkundër insistimit të ekipit teknik, shumë çështje nuk janë përfshirë në këtë draft. Tani më nuk ka hapësirë për ndryshim pasi kështu ka vendosur Bashkimi Evropian dhe kjo mbetet të shqyrtohet nga qeveria dhe kuvendi, ka thënë ai. Ndërsa nga ana tjetër kryeministri Mustafa tha se as ndryshimet kushtetuese e as ky ligj nuk ka të bëjë me kontestimin e luftës së UÇK-s, por këto dhoma kanë të bëjnë me zbardhjen e drejtësisë. Kurse zëvendës kryeministri Hashim Thaçi tha se me e termit gjenocid do duhet të arrijë konsensus nga ana e kuvendit për këtë proces. Gjatë kryerjes së punëve në renovimin e objektit brenda varrezave ortodokse në Mitrovic janë gjetur sasitë e eshtrave që dyshohet se janë nga lufta e fundit në Kosovë. Kjo ngjarje është e pazakonë sepse këto eshtra po gjenden brenda oborit të varrezave ortodokse. Këtë lajm ka konfirmuar për Kosova Press zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zaiti, i cili ka thënë se këto eshtra dyshohen që e kanë historikun nga lufta e fundit në Kosovë. Njësitet e misionit e Euleksit kanë dalë në vendin e ngjarjes kurse policia e Kosovës po pengon gazetarët të kryejnë punën e tyre me pretekstin që këta të fundit të mos shkruajnë për këtë ngjarje dhe mos të bëjnë të madhe në mënyrë që të mos tensionohet situata. Në këto momente pritet që në Mitrovic të vinë ekspertët e mjekësisë ligjore nga Prishtina në mënyrë që të qartësohet situata. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, këto ishin të gjitha ngjarjet më kryesore për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim në edicionin të radhës. Natë e mirë.